Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka rritur sërish retorikën ndaj Iranit, duke pohuar se vendi i tij ka aftësinë ta godasë dhe ta nxjerrë jashtë funksioni Iranin në një kohë shumë të shkurtër, në rast se nuk arrihet një marrëveshje për uljen e tensioneve në lindjen e mesme. Në një intervistë për emisionin Sunday Morning Futures në Fox News, ai deklaroi se SBA mund ta neutralizojë Iranin brenda një dite, duke theksuar se objektiva të mundshëm do të ishin centralet elektrike dhe infrastruktura energjetike në tërësi. Sipas tij, një ndërhyrje e tillë do të përfshinte impjantet kryesore të prodhimit të energjisë dhe objekte të rëndësishme civile, të cilat ai i konsideron me vlerë strategjike. Mund ta shkatrojë Iranin brenda një dite, u shpreh Trump gjatë intervistës. Ai shtoi se nëse do të merrej një vendim i tillë, pasoja do të ishin aq të mëdha sa rikuperimi i vendit do të zgjaste për shumë vite. Këto komente vijnë pas dështimit të raundit të fundit të bisedimeve mes SBA-s dhe Iranit, ku nuk u arrit marrëveshje për çështje thelbësore, veçanërisht për programin bërthamor iranian dhe situatën në ngushticën e Hormuzit. Trump theksoi gjithashtu se pret që Irani të rikthehet në negociata dhe të pranojë kushtet amerikane, duke shtuar se Teherani nuk ka asnjë avantazh në dorë.